hapësirën e letërsisë shqipe ka emra që nuk janë thjesht autor veprash, por dëshmitar të kohës. Njëri ndër ta është Ibrahim Kadriu, shkrimtar, poet dhe romancier, që për dekada me radhë ka ndërtuar një univers letrar të mbështetur mbi kujtesën historike, identitetin dhe patin e njeriut shqiptar. Në këtë intervistë ekskluzive për emisionin Makina e Shkrimit në Storm Kosova, Ibrahim Kadriu flet për tematikën e romaneve, rolin e shkrimtarit para dhe pas luftës, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike në letërsi. Ai trajton lidhjen mes shkrimtarëve, krizën e leximit dhe debatet kulturore, si dhe sfidat e prezantimit të letërsisë shqipe jashtë vendit. Në fund, ndarjet e sfidat bashkëkohore të shkrimtarit në ndërkohë ndryshimesh të mëdha shoqërore dhe kulturore. Kjo është një bisedë për letërsinë, për kujtesën dhe për misionin e shkrimtarit në shoqërinë tonë. Faleminderit shumë që gjetët kohën ta realizojmë këtë intervistë. Mirëqofshi. Si do ta përshkruani rrugtimin tuaj në letërsi nga fillimi deri më sot, kur dihet se keni një karrierë mbi 50 vjeçare që merrni me shkrime kur pa u ndalë? Kjo është pyetja për një mbajtje mend, një kujtesë e dekadave përpara. Kjo është me vërtet është kur mendoj për këto, për aktivitetet letrare që janë bërë një kohë, duket ato në vërtetin shekullin e kaluar, mirë po më duket edhe më shumë se një shekull i kaluar. Në atë kohë na kemi qenë shumë entuziast, shkrimtarë që kemi qenë, një grup për shkrimtarëve, mes në cilëve ka qenë Beqir Musliu, Musa Ramazani, Teki Dervishi, Imar Shkreli. Na kemi mbajtën një ritëm të takimeve letrare, të bisedave për letërsinë mes veti. Edhe shumë interesant duket tash se na në atë kohë as që kemi pas ndonjë xhelozi për njëri tjetrin, po jemi gëzu. Çdo krijimtari jemi gëzu dhe kemi pas dëshirë që të takohemi sa më shpesh dhe të përvoja, të ofrojmë përvojat. Unë me që po flasim për atë kohë, të them një moment shumë interesant, për mu ka qenë shumë interesant. Në kënë 67, nësa dhjën, më 1967, Azem Shkreli ka qenë sekretar i shoqatës atë shkrimtarëve, por ka qenë me rrogë. Kryetar ka qenë dikush tjetër, por ky sekretari ka marrë lidhjet edhe një rast e Beqir Musliu në 1966 botoi librin e parë. Hynin atë rrethin atje me Azemin e me Asil Shoshnin, unë isha në gjendër studentëve, atje me Tekiun, me Musën, me këta, edhe i merin asi, po vjen Beqiri, ka isha të shoqat. Azem Shkreli pyeti a ka dikush që shkruan për studentëve, unë i tregova, i thash është Ibrahim Kadriu. I thuj, nesër e du me ardhë zyre këtu, në ta marrin fletorët, ku i ka vjershat e në të vinë. E kam pasni veten shumë, që shme thonë, të përgdhelju në atë moment, dhe po pak edhe me një skeps, që ka po dhjona, si ku Azem Shkreli më duke shumë i madhë, shkova. Kur shkova, Azemi, në natyrën e tij, edhe po më këshyta. Unë thash jam Ibrahim Kadriu, skele bre, skele, unë ofrota, më foli, fletorën, thash qenë. Bullu thash atje në tavolinë, mashina ishte shkrimi, i topsa, zishka ka qenë. Edhe qëti me makinë tanë letër, disa prej pjeshë. Unë ola, unë për këshyri, thash, që po më këshyri, ola, thash, po nuk di mëra, thash, me shkru me makinë. Nuk del, thash, nuk di. Edhe i erdhi që di, po më habit, thash, po jo mërës, po s'kam pas ku të shkru me makinë, thash, me dorë, tha, le me aty fletorën, edhe
e nesër, e unë i lash. Ajt nesërmen, po ma këthen fletorën, edhe tha, më pëlqyn. Që e fjallë për mu ka qenë flak, por më ka thonë ajt më pëlqyn, se çdo herë shkrimtari nuk e nin veten sigur, ta është mira ke. Sigurisht. Po, nuk më tha tjetër, tha, pëlqyn, tha, vazhdo. Mashte 10 vite që shtu ka ndodhur me student, po më thotë më ti çka ke bën, çka kam bën. Tha mora flakën e vllazimit, dhe flaka e vllazimit ka qenë me fleta të mëdha. Po në format i madh. Për format i madh, tha, e kishë mush, tha, 2 faqe, tha, gazetës me poezi. Çka, kom bërë, së është e vërtet. Besa që ai moment ka qenë kështu, do të thonë, ai moment ka qenë karakteristik për mu, sa ka dhonë energji, kur kom pa 2 faqe aty, edhe e zhvillova çka ndodhi. Vërtet Azemi i ka shik mashinë. Ja ka dërgu flakës, anë flak, Ali Aliu, redaktori kulturës. Edhe ai ka botu atë. Kur e mora unë, për mu ajo ishte diçka fenomenale. Aty filloi ai puna, unë kam botu edhe përpara, po këto ishin më një rasti. Domethënë 69-ën e ke botuar për mbledhjen e parë, pastaj me poezi si libri kompletuar. Po, me 1969, unë kisha sugjerimin e kolegëve të mi, të Kio, Beqiri, Musa, pse s'pim për mbledh, bëni gati, si edhe i dërgon në redaksia, të ishte një botus, Rilindja, edhe ja dërgova, e i bona. Atje ishte redaktor, ishte Suleman Drini, kështë quaj. Ja kishte dhënë Rahman Dedës, recenzent, se për para librat shkojshin me recenzent, shkojshin kështu si sot, bëni 200 euro dhe bëton libra. Edhe Azem Shkreli, të dytë. Edhe kishin bënë me shkrim ata. Është shumë interesant një moment, po të regoj këtu me atë më thiri redaktori, Suleman Drini, ai ka qenë edhe komisar gjatë luftës partizane. Një burri buta, si tha, shiko, tha, 2 recensione janë të 2 pozitive. Por, tha, unë kam një verejtje diçka, bon të më spjegosh. Ishte për poemen Netët e Karadakut, që ishte në fond. Karadak, male për plumave tjera. Unë kisha të dhona se partizant bën një të merë në Karadak. Karadak shpia të vorfën, shpia kështu. Kanë vra, kanë djegë, ashtu më tërgoshin edhe që i kanë pa. I kanë vlu ujin, i kanë fut njerëzit me kom në uj, hajde vra po tash. Pastaj prap një tortur, një masakër, kështu, edhe unë poemen. Ai Sulemani e kish ditë çka është ajo punë. Edhe po më thotë, mirë po s'mujkëm të ma thosh të drejt për drejti, se kjo është kundër partizanëve faktikisht. Edhe tha, ja diçka, kjo po më duket pak, nuk ka vërejtje për recenzentëve, po mu po më duket, se ai vetë ishte komisari një radhë. Thash, jo për kjo letë, se në fund ishte vargjët, ishin, ta shpjashtoj thështë një 3 vargjë. Ata shkun, e mbrapa lanë vesh varre, e plagë, e su këthyn kur ma. E në vërtet, Serbo-Macedone ka qenë e radha, ata një me kanë shku për i Karadak, të si këthi kur ma. Suleman në të këshiri. Mirë, tha, gjetje e mirë është. Shkon që është të libri të dalë. Atër disa po flasim në atë periudhë kër i kanë qenë edhe hapat tuaj të krimtarisë letrare, e përmendja të Rilindje kërë kënë punuar dhe në Rilindje, po me interesën në atë kohë çfarë roli ka luajtë shkrimtare. Po flasim për periudhën e para luftës. Shiko, ka sot mendime ndryshme, kur flasin për Rilindjen, për ato, ka mendime ndryshme, që e pashtë këkun këto, ka për portale, dreqa, tjetë shkruan të njeni që e një ri, një djali i ri.
ku jeni jo nostalgjike të rilinjës. Ja që ka shkru rilinja, e ka gjetë një shkrim, e ka gjetë shkrimin për vrasjen e Jusuf Gërvalës me vllaun e ato, dhe në rilinje që ka u vranë 3 migrantë. Ja, ju në rilinje që keni ba. Njën e ja kështë këthy mesazhe, edhe i thot, lezo mërë mirë, këshërë që ka përshkru në titull, ta njogë, nuk është. Urimi të fiton prej të njogë. Ajo është agjensi shtetnore për cilën i kanë qenë detyruar gazetat me marrë prej saj. Për ja shpjegon. Çka desha të them? Ka shumë mos njohje, nuk e njohin situatën, por shkrimtarët kanë bërë punë të madhe në kohën e hershme. Zatën në cila në shumicën e rubrikave, në gazetes, revistave, kanë qenë shkrimtarë. Dhe sot kur flitet për rilindjen, unë kështu e mendoj, do të unë ngrit në kam, se rilindja ka qenë një universitet, rilindja ka qenë, çka të thush pozitive, se rilindja ka qenë një shkollë. E sot ka njerëz që dalin edhe flasin qështu, e unë habitem sepse kur të merren shkrimet që janë botu në gazetë, në atë kohë, ajo shka, sot s'ke gazetë fare, nuk e, por atër për shembull të flitet për rilindjen kombëtare, të flitet për këta, thipen, derisa në shkolla vështirë ke gjetën shpjegim për to, rilindja i ka ofruar edhe historinë kombëtare, edhe këtë ato gazete. Unë, jo që i flas me nostalgji për rilindje, por them, rilindja ka qenë me një fjalë, ka qenë shkollë dhe universitet. Volemi pak të romanet, për më intereson këtë ka përblesi se cila është aja lëndë atyre, çka trajtohet, di se është një kujtesë historike e popullit Kosovës. Shka, kur flasim për romanet, ato janë bë bukur shumë tash, por me një fjalë. Në të thuja se në të gjitha romanet, unë bazamentin e kam të historia. Faktografia historike. Përmes faktografisë historike, unë kam saju për mbajtja të romanore. Por, jo të gjithë, në të këptim, por, funit, romani është saju bazë të dhonave historike. Por, është pastaj imagjinata që i ka ofruar atë ngjarje, e që ajo imagjinati ka bën romanat të lezueshëm. Aki Varelamin, historiani, po më thot një rast, o Ibrahim Kadri, po ta them, pa kur farë xhelozia. Unë edhe 100 vepra me shkruaj historike, nuk do të isha më i kuptueshëm se Misioni Rus për historinë e 12-shës. Të unë kam ndiku shumë në historia dhe tanë ku më doj moshën teme, kom arritën të shfetu të dhona historike, dokumenta historike, arkivore, gjitha këto, edhe për figura ndryshme historike, cilve i kom dhonë djetë për mes veprave. Ka mjaft kështu, do më thonë janë mjaft, se ato romane janë bi 40 janë, dhe s'më nalëm dhe është me një roman, po këto është thelbi o këto. Ka marrë ngjarjet reale, që i kam dëgju, i kam regjistru, pastaj kam bën ngërshëtimin e ngjarjeve përmes imagjinatës, edhe ato dalin shumë përshtatshme dhe të lezueshme, dhe dalin mjaft lezues në veprave. Sigurisht. Derisa jemi te letërsia, po më intereson pak se si shihni zhvillimin e letërsisë shqipe pas periudhës luftës. Ne. Ka mjaft flasim, nuk mund të flas me mohim të asaj që po krijohet, por ka mjaft krijime më tepër se që janë kriju përpara, po krijohen këtë kohë.
por unë kujtoj ka emna mjaft kështu serioz në letërsi edhe kanë arritën bukur shumë. Nuk po flas me emna tash kështu sepse i mjetet hatrin ndonjë emri thotë që s'm përmendin mua për shembull, të them unë Aga Apollonia ose çka po diun. Por është një problem që shoh unë se librat definohen, librat marrin pamjen pa kontroll. Mjafton, e ka shkruar autori është i gjithdijshëm, edhe ka humbur në ajo forma përpashme, ajo forma e recenzionit, për shembull që ka qenë e domosdoshme ka dy recenzent me lezu librin, mi bo vrejtjet, me dhonë propozime për to, që kanë qenë propozime shumë uleshme. Sot nuk ke, mos luftës. Mos luftës e ke një fush ku çdo njeri vrapon në atë fush. Pa e ditë ku po më rrinë. Kryes asaj, të them, për tash, mungojnë gazetat, mungojnë revistat, mungojnë përpara, edhe pse recenzentët e kanë kry punën. Edhe e kanë kry punën me ndërgjegje, edhe i kanë dhënë impuls krijimtarisë. Po, kanë ndodhur mësane gazetat që i kanë përsirë çdo botim me recensione. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë si autor kam mësuar shumë për recensioneve. Kam lexuar edhe kjo është nuk më vjen keq të them se për recensioneve kam mësuar shumë. E sot nuk ke. Sot ke recensione në portale. Ke në portale. Ke në radio, në televizion e ka recension, por zakonisht janë ndërtërkitje. Nuk ke përorime të librave, por në të përorime nuk dihet apo po përorohet autori, apo ata që po flasin. Kjo është ai problemi dhe tash bëhet ka për shembull që edhe se ka lexuar librin, hiç edhe flet. Ke njerëz që dinë të flasin, veç parafërsisht kanë tregu për mbajtje. Nuk po më duket shumë botime serioze. Për çfarë shkak? Po, do të thënë te botimet, a mendon se ka ardhur koha disi nëse një shoqëri e kemë vazhduar një tranzicion ka gjaj të zgjatur. A mendon se ka ardhur momenti se të ndahet e mira për të keqes? Të ndahet tërësia e mirë që ka shkuar pas të keqes, të jepet promovime që përmend se mungojnë edhe promovimet e mira për autorët të cilët për një kanë vlera dhe kanë që ja ofrojnë lexuesve. Çfarë ajo koha ka qenë për herë dhe sot është koha të respektohet për shembull përvoja e tjerëve për krijimin e librave të ri. Kjo është ajo. Unë po e përmend një rast tash para 5 vjetë, më tepër ka, para 5 vjetë në Prizren, më lutë jeni të lexoj një libër, një dorëshkrim. Edhe e njoh mirë, ka qenë edhe gazetari, kreta, thash, ani mirë, ajo është dramaturg. Edhe e mora e lexova, më pëlqeu. Edhe ja bona edhe me shkrim, me arsyetimin, pse po më pëlqen. Para ma shumë se 6 vjetë i ka olla, po tash të li. Më rëmën tash, aje ka rujtën atë. Vjetë mu lajmëro. Tash shiko, ti e ke kry punën tonë me ndero, thot, unë nuk kam pas mundësi të bëtoj. Po tash da, e kom gjetë mundësim, da ministria po më paguën. Edhe të lutem, tha, ma shumë, tha, zhiro llogarin të paguaj që e ke kry punën. Ta shpari e të folë, ta shpërlet punë. Kjo ka qenë para, edhe atëherë kur e kam shkruat, edhe atëherë kur e kam dhonë mendimin pozitiv, se më ka pëlqyer, edhe atëherë thash, nuk e kam mundu anën financiare, që ta më lutem, leja të punë, është i botoj librin. Çka du me thëmë? Ai që është serioz në krijimtari, ai e man mendimin e tjetrit,
e respekton mendimin e tjetrit. Ai ka mujtën shumë lehtë me botu, siç i botojnë gjithë për shembull, edhe pse aty dikun shkruan, aty thot redaktor filan, po çfarë redaktori se ka lexuar redaktori hizbin e dalin me emra profesionesh asi. Po tham, nuk ka botime institucionale. Këto është ai problemi më i madh. Individi s'mund të jetë institucion, po institucioni që ka botus. E kem botus për shembull Nazmi Rahmani. Nazmiu ka qenë botus i vjetër. Ai nuk shon kurrë, pa lexu. Po jo tjerë, për Nazmiu çka botohet, e di që ai ka qenë në filtri i atyre botimeve. Por të tjerët jo, shok, plot botime. Tule pa mos thimë tash me emra se i ka. Drejsa të institucionet po më intereson pak në mendimin juaj se sa kanë bërë këtë drejtim. Sidomos ato që janë kompetente në Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës e tjera me radhë. Po, kompetencë nuk ka. Kompetenca mungon. Dhe unë që tash kam rrisë, po i përmeni numrin e vetrave, s'është më rëndësi, po edhe sot nuk i botoj pa ja dhënë me redaktor. Edhe sot në këtë kohë. Po lidhem me atë punën e profesionizmit. Edhe kam dëshirë që edhe që s'është botus, po redaktor, marrë mendimin e tjetër punë. Bje fjala, po ta them konkretisht. Antoni Berishën e kam mik të mirë. Edhe Antoni kur nuk priton, kur i tham kam çështë një do të thonë, nisma. Unë e di, unë edhe kur ja tham e kuptoj, e tham për atë mënyrë me një nisën edhe ai e lexon edhe më thot, çka ka, më thot pa do një çka po di unë me mjallë kesh, nëse është dikun që si pëlqen, thot që tu rregullohet. E sot prapë është po vazhdon ajo që ta thash ajo tema që folja pak përpara. Ka shumë botime, po ka pak profesionizëm. Që shme thonë, dhash Zotit, po flasë kështu në këtë kohë të Ramazanit, dhash Zotit, mu mushim men pak edhe të botimet, mos me ba veç botime kështu, hajtë se unë po botoj diçka. Na përmendën se po të ndërprej, na përmendën se është koha për mendimin tim, është momenti se përmundo e mira prej të keqes. Ata që kanë prirje, ata që kanë një ori. Po, ata duhet ta thonë. Ata duhet ta thonë. E jo gjithë secili sot se përmend ta marrë diku 200 euro në xhep, dhe pastaj e botan një libër. Kjo 200 euro që të përmenda e kisha një shembull konkret. Me një shëpshkroj, një pronari një shëpshkroj, po më të regon, a kene i botem, thash, jo, thash, s'kam. Ta erë njeni, a i po më thot, erë njeni, tha, më lot, tha, botomi 20 sopa. Qëtë liba, pse 20, vesh 20, o, po më vynë, vesh me majta një përërim, e mi thirat atë mitë për afër, kusherit, e këtë me thonë, e në Bigjani që po flasin për mu, kush jam unë. Dhe me thonë, dhe këtë shkallë. Ligjati, ajo nuk është letërsi. Ajo është një reklam dhe dretës, edhe thirat që po di unë, kanazhesha, po shuj kanazhesha me përërimin e librave, edhe ja fut aty, 20 sopa, më dok shumë banale këtë punë. Reklama për fund i bën dam vetvetes. Jo, i vetvetes, se ka gajle për vetveten, se për vetveten vesh, që me thonë, një natë na kusherive, një natë na tafër, me thonë, ene, që kush jam una, një përurim, 20 sopa. Po nuk është normale. Po dolem të letërsia e mirë. Ju, so keni lexuar, so keni shkruar dhe me tashe, so e njeh një letërsi në Shqipe, çfarë mendimi keni se so është prezantuar letërsia shqipe jashtë kufijve shqiptare? Unë e kam thonë edhe përpara, po e them edhe tash, po përsëris.
Për të kriju lezues, do të punojnë shumë. Prit prindve, arsimtarëve, shkolla, a ne t'japin flak, për shembull, të krijojnë lezues. Lezuesi nuk krijohet këtë kohë me telefonin përpara. Lezuesin duhet me kriju në mënyrë bindëse, do të thonë prej prindve, edhe në shkollë e krejt ato. E pash një ditë këtë në televizion, s'është në rëndësi, pash një reportazh për dy shtëpia të mira në Gjilan. Edhe heni me kamerë, përgjerojnë në përdhoma, koridore, krejt. Ma shumë interesant. Në asnjërin prej shtëpive nuk pash asnjë libër kon, në një vitrin të libërsh. Kjo është të merr për lexim. Po në anën tjetër, unë si Ibrahim, unë kam shumë lexues. Kur ju tham tjerëve, edhe polemizoj me tjerë, në rast me Daud Demoku, Dauti, thotë s'kem lexues tash. Daud fol për veti, jo për mua. Po dhe kemi qenë me një emision, unë kam shumë lexues, është shumë interesant, edhe lajmërohen çdo moment, lajmërohen gati për çdo ditë lajmërohen. Sa mirë. Po, bile njeni, po e tham edhe këte, një Bardhyl emnin, bjejmin si e pak, shkruan mesazh për Gjermanisë, një inxhinier ishte, tregon, inxhinieri objekteve të larta, ishte me fomë. Po thot, kam shumë vepra t'juja, mesazh, e i kam lexuar të gjitha do po hi për zyti të lexoj. Një ditë isha në tren të lexoj, edhe të shku në qytetin tim. Të lexoj më habit krejt, treni ka kalu qytetin tim edhe më ka dash me zbrit qytet tjetër. Do të thonë, as i ka pëlqyer shkrimi, sa e ka rrë. Unë mesazhi thash, a diçka, tjera herë kur të lexosh tren, këshyr edhe stacionet. Po diçka. Ajo, nuk është që s'ka lexues, por nuk ka shumë sa ka krijues. Kanë herë thot njeri, ma shumë ka krijues se lexues. Këto do të me thonë pa kur farë kështu në gorimi. Çka mendon, çka do të bëhet në këtë drejtim, çka do të merret? Unë thash, leximi do të organizohet prej prindve te fëmija, edhe përpjet të shku, do me thonë, prind, shkolla, studime kur shkojnë, po nuk është të thonë unë, për shembull, po mendon se po mungon kjo përpjekje se i përmende prej fëmijëve, prej prindërve pastaj në po mungon, kjo përpjekje po mungon, sepse e shiko, unë e shoh edhe një të vërtet tjetër. Është përpara ka qenë, tash nuk janë mirë lektyra shkollore, një fjala. Unë kam mësu si fëmijë, atëherë kanë qenë në libra të parë, në pranë gjyshës. Bitë e mi kanë mësu në pranë gjyshës. Ma vonë edhe nipat pranë gjyshës. Arsyeja. Ata mësu si japin mësim. Ata vetë nuk lexojnë. Ata nuk lexojnë. Ata duhet me lexu edhe me nda vepra cilat është mirë me lexu. E jo, që ato e ka pasën, ato edhe që merre lexoje lektyrë shkollore, pranë gjyshë, pjetjala, ose posta porositën, ose shtë, librat e hershëm që kanë qenë program shkollor. Sot nuk flitet as për program shkollor. Ministria do të ketë një lloj, që do them, një lloj organizimi tillë, edhe të shpreh interesimin për librat, edhe të përcjell librat. Nuk është të thonë tash për mu, pje fjala, ka qenë një lektyrë shkollore vitet të 10-ta me tregime. Po ajo ka bjerë poshtë, krahasim me vepra tjera që i kom kriju. E zgjedh veprat që janë me interes. Shqipëri kanë listën që preferon Ministria e Arsimit.
listën e veprave. Këtë e ku morë vesh në rastin e një botimit një librit tim. Botuesi, po na erë këtu po më thot, pa, shiko, tha, unë vërtet e pash në atë portalin e tëne e pash në ministrisë, listën e librave kretë dhe peshoj librin tim aty. Tha, shiko, Ibra, tha, libri yt ka hyrë tha në atë listën që nuk është obligative, por është orientuese. Mirë vesh, orientuese. Mjafton edhe këtu ministria me bë orientues, veprat që është mirë me lexu. Tha ka hyrë atje, tha dhe kishim mujt të bisedojmë, sepse tash duhet shumë shpesh ta ribotoj. Shiko, kjo është një punë me men që është bo. Nuk rrim mbi kohë, ka as ministria, as si thot merr qit libër kemi lexuar, jo tjetër, po të jap disa libra që ka shtin atë listë, edhe ti zgjedh prej tyre orientues, do thonë të jap një propozim orientues, ta jap ministria. Këtu nuk ka. Këtu nuk ka. Lektyra shkollore ka humbur, shkri, por nuk ka për ministrisë ndonjë propozim i tillë. Derisa jemi te letërsia, pra po vazhdojmë, po më intereson se kodeksi përmend disa problematika të cilat me domos do të ofrohen edhe para shikuesve, para dëgjuesve, se të dihet se çka po ndodh aktualisht në ta them kështu kushtimisht në qarkun letrar, po më intereson në mendimi juaj se apo mungon një debat kulturor. Gjithsesi. Mungojnë një debat, ama debat që do të organizohej në mënyrë shtetërore, një debat. Jo debati një shoqat, për shembull, një shoqat e ka interesin e vet me popularizu një botim ose një aksion, po edhe bon debat. Por këtu do duhet të organizohej në nivel më të lartë, debati, për shembull, debati për letërsinë, debati për tematikat në letërsi, debati ka 100 mënyrë debati, është debati i librave që do të duhet të lexoheshin, për libra që do duhet. Ka plot, por unë shoh problemin se nuk kanë aktiviteten ministrit, institucionet shtetërore nuk kanë aktiviteten këtë drejtim. Prandaj mungojnë gjitha këto, mungojnë edhe vazhdon një punë paushale, paushal shkrimtar, paushal të organizimit, edhe nuk ke rezultat, nuk besoj që do të ketë rezultate kësaj. Edhe letërsia po mbetet në, ç'është më thonë, në dorë të njerëzve entuziastë. Jo kompetent fushës. Jo kompetent. Na jem dëshmitar që po ndërprejnë, dëshmitar në për promovime, ndryshme shkojnë politikantë, marrin promovim që nuk kanë lidhje me atë fushë, vetëm për ekspozim. Nuk ka, shiko, ti vetë i përsjell këto përorime, edhe shesh ka ndodhë. Mu më ka ndodhë me lëshu përorime, kur ja ka nisën 70 vjetë me lezu referate. Ai s'është përorim mua, është një debat pa lidhje, të promovu, ata që flasin të promovu vetën. Mua e kam shumë, edhe shkoj shumë rrallë, edhe me tregu drejten, unë kohëve të fundit nuk i baj as përorim me veprave të mia. Jo, s'ka nevojë. Në botot, kur e lexuese në ta sheh, panajera pa t'i thonë. Në këtë drejtim, sa kanë bërë edhe lidhje shkrimtarëve e Kosovës, që kanë kompetent këtë fushë, a ka marrë ndonjë hap, sa kanë informacione në këtë drejtim? Kush me bate? Na e kem shoqatën e shkrimtarëve. Do të flasë për shoqatën. Vetë kam qenë vitet të 80, kam qenë kryetari i shoqatës. Dhe tash u bë lidhje dhe ngrit edhe më shumë e krej. Por mund t'i thush ti shoqatë shkrimtarësh kur ke aq shumë ke aty, emna se s'po tham shkrimtarësh, aq shumë emna, mjafton me pagu një librezën e pagun, edhe ti je antari shoqatës. Antari shoqatës. Kur farë libertike s'ke për saj. Edhe shoqata i mban një takim Prizren,
e këshir datat kur janë për shembull datat luftës në karakteristik, e mban një edhe të në vitin kur veç grumbullohen. Atë është një numër shumë i madh. Edhe po du me përmend një rast, kam përmend edhe përpara bibliotekë, më thiri njeni, tha të lutem, i vjetër, po më japin një shërbim, një çmim po më japin. Eja mas dite ora 3, tash lembra rahat, tash ora 3 letë punë. Hajde urime pa, jo, po du ty me të pa aty. Edhe unë, hajde për hatër tina, edhe i mullë në karrigat e fundit. Sot i mullë, plot sa, plot ting. Edhe ata lezojshë, meren, pa aja është miting, meren, të lezua thirke me emna, hajde ti, por sa isha turnejt, ka fundish aty, përsha një zoj, unë kret për i karrigave të para dikun atje, dhe për shkon për rrëth murit, e erë deri të unë, kur erë të unë e mu afru të veshë. O, tha, nëse që ta, tha, jam shkrimtar, unë jam kosmonaut. Apo kupton. Jo, më thonë, aja nuk ishte shkrimtare, mirë po, ajo e ka kuptu se s'ka gjapë për letërsisë atë. Përdej, kjo është shoqatës na kemi pas shoqata për para, po kemi organizu takime, kemi organizu tema ndryshme, kemi dhënë sugjerime. Sot, qështu, punohet si kur nartë të korë, sa të mëjsh që këtë më rejsh. Me shpja afrohemi këtë fundit të kësaj bisede, po me interesoni mendimi juaj se çfarë mesazhe këtë përcjell të trinjët, të ata që duan librin, ata që duan letërsinë, ata që duan të mirën këtij vendi. Mendoj se pavarësisht kush e shkruan librin, derisa unë vetë me këtë përvojë të madhe merr veproj asaj, kërkoj edhe prej tjerëve, prej trive, që kur bëjnë një libër, mos e çojnë drejt për drejt në shtyp shkroj, pa ja dhënë një profesionisti ta lexoj edhe ta redaktoj profesionalisht. Jo veç me lloj pagese që unë të paguaj shika që ti jep ma mendimin, por për hir të vlerës librit duhet çdo njeri librat, ndërshkrimet të jap njerëzve me përvojë që t'i lexojnë edhe të vlerësojnë. Unë kështu mendoj. Zdi sa kam të drejta di, por kështu mendoj. Shumë falënderit. Hajde. Respekt. Falënderit.